ndihmon prindi, e ndihmon një mësuese, e ndihmon një pjesëtar në këshilli, një pjesëtar në shoqata. Kurse në atë kohë kur unë dola, nuk më ndihmoi askush, vetëm përgjegjësia ime e brendshme, ajo ambicie që kisha me shoqet, pse jo dhe unë të mundsoja një ecurin në jetë, mos të mbetesha aty ku mbetën njerëzit e mi, të afërmit e mi, se i shikoj sa të vështirë kishin jetën, e shikoj se nuk ishin në vendin e dur në familje, në rolet e dura në familje, si nëna apo si motër, edhe pse mos të bësh edhe unë si një nën ndryshe. Edhe kjo më nxiti në jetë që unë të marr përgjegjësira mbi veten time, të kërkoj ndihmë nga dikush, edhe kjo më bëri mua që është edhe dhuntia e Zotit njëkohësisht që unë që e vogël kam ditur të kërkoj nga vetja shumë, por kam ditur të kërkoj ato gjëra që vërtet i çoja deri në fund. Edhe unë gjithë jetën, çdo detyrë që i kam dhënë vetes si në fëmijëri, e deri më sot gjithmonë i kam çuar deri në fund. Dhe karriera ime sot është shumë e pasur dhe s'ka fund po të filloj të flas për karrierën time. Ne pikërisht për atë do flasim. Një mësuese. Për atë do flasim mësuese, po mbi të gjitha do doja të ndalesh edhe tek fakti që e thatë, duhet jetë edhe një thirrje e brendshme pikërisht për këtë gjë, duke marrë parasysh që ju jeni pjesë e komunitetit të Rom dhe është një komunitet i cili është lënë më njanë në vitet të ndryshme në Shqipëri, nuk i është kushtuar vëmendja e duhur. Vetë pjesëtarët e komunitetit të Rom, një pjesë e tyre pra e kanë marrë për të mirëqenë jetën që ata bënin të detyruar dhe nga kushtet e përditshme, dhe në ato kushtet e përditshme teje të vështira, pasioni për mësuesin duket si e pamundur ndonjëherë, duket edhe pamundur të shkollohesh apo jo? Është vërtet kjo pyetje që bën ju shumë e jashtëzakonshme brenda meje, sepse të jesh mësuese është gjëja më e vështirë që mund të marrësh përsipër, sepse një pyetje të vogël të ndiheja unë gjatë jetës time, unë nuk e vazhdoja më profesionin, sepse ndodhin këto që fëmia nga smohet nga një shikimi mësueses jo normal, nga një e folur me tensione se me të drejtë o pa të drejtë, ashtu si mund ta kuptoj edhe fëmia nga një vlerësim që i bëhet fëmijës qoftë në mësim, qoftë në fletore, edhe ai fillon të fyej në fis, edhe kjo ishte shumë e vështirë, dhe objektivi im në jetë ka qenë të dashuroj shumë zanatin, të jap më të mirën se shoqet, të ndihem mirë në kolektiv me prindit dhe me fëmijët, dhe kjo më ka bërë gjithë jetën që unë të ndihem, jo si gjithë të tjerë, po mësuesja më e lumtur, më respektuar, më suksesshme dhe më respektuar, jo vetëm nga kolektivi, po dhe nga rreti ku unë punoja, që do të thotë seksioni i arsimit apo Ministria e Kulturës tonë Tiranë, që më kanë respektuar si një mësuese që jo vetëm di të punoj, po dhe duhet të punoj. Patjetër, dhe besoj që duhet jetë krenari më vete fakti kur ti e shikon që ja ke dalë, je në rrugën që kështë ndërruar, që kështë menduar pavarësisht çdo lloj barriere dhe atyre shkopinjve në rrota që ke pasur. Është e vërtet kjo, por kjo gjithmonë do punë shumë, dhe punë e mësuesit në radhë të parë duhet të mendosh që do ndërgjigje në radhë të parë, njeriu të ketë atë ndërgjigjen të kulluar, që t'i japi njerëz të saktë, të denjë për të ardhur me çfarë do drejtimi që ti janë, se fëmia të ka ngelur ndoshta në gjatë asaj periudhe një moment që mund të kenë thyer dhe ty të ka ngelur gjatë në mendjen tënde dhe duhet ta luftoje atë mendim. Jo, unë nuk kam ndodhur asnjëherë asnjë gjë, sepse unë kam hedhur hapa të sakta, hapa të durra në jetë, të kontrolluara në mënyrë që mos më ndodhi asnjë gjë, dhe unë kam qenë një grua shumë optimiste për jetën time, për punën time, për ecurinë time, dhe them edhe të vërtetën që nuk kam qenë thjesht një mësuese, po kam punuar në shumë drejtime, me fëmijët, me gratë, me prindit në përgjithësi, me detyra shoqërore, jam angazhuar gjithë jetën. Mësuese, nëse mund t'ju pyes, sepse në fakt ju keni qenë
që në fëmirin tuaj një fëmijë dhe një vajzë shumë e fortë, më pas edhe një grua edhe një mësuese, pra ka qenë një zinxhir i gjithë gjës suksesit tuaj, sepse fakti i refuzimit të propozimit të prindërve tuaj për të martuar që në moshën 11 vjeçare, nuk besoj se ka qenë fort e lehtë për të refuzuar edhe për të treguar karakterin tuaj. Se vërtet kjo që unë që në të fëmiri kam ditur të kërkoj nga vetja dhe nuk është në moshën 20 vjeçe, po unë do të martosha sa mbarova klasën e 4 fillimisht, pastaj mbasi mbarova klasën e 7. Megjithatë unë kam qëndruar vërtet një vajzë shumë e fortë, me kam në tokë dhe kam merja gjithmonë objektiva të mira dhe të zgjidhshme. Edhe kështu ndodhi vërtet, sepse unë në klasën e 7 që në fund të fundit do martohesha mbas një 2 muajsh, sa mbarova shkollën, unë kërkoja të vazhdoja shkollën ku prindit nuk dinin gjë. Edhe them që njeriu nëse vendos diçka duhet të luftoj që të arrijë atë. Ju e keni luftuar arrit atë me shumë kënaqësi, sukses dhe kam dalë me nota shumë të mira që nga viti i parë deri në vitin e 4, biles donin më mbanin mësuese për pedagogji, marksizëm, psikologji në shkollën e mesme sepse isha një nxënës e shkëlqyer. Mësuese, ju e keni luftuar pra pikërisht këtë, le themi, stigmën edhe të prindërve, edhe atë mënyrën se si ata donin t'ju impononin jetesën e tyre edhe juve që ishit e vogël aso kohë. Që duke si tradit në komunitetin rom. Patjetër, duke ju detyruar në thonjza që edhe të martoheshit, pra të bënit një jetë të kontrolluar. Si ka qenë ai momenti dhe ato ndjesitë tuaja personale teksa ju shihni prindrit tuaj dhe i thoni jo? Unë e dije që do qaja në jetë, sepse prindrit e mi nuk kishin atë mentalitet që kishin të tjerët, po thjesht përshtateshin nga e keqja, sepse unë i kisha më të integruar prindrit se familjet e tjera, rome, ne ronim me romë dhe jo romë dhe kjo ndikonte shumë, se kur jeton në grupe i përshtatesh edhe më shumë ati mentaliteti të zi. Megjithatë, prindrit e mi, kur morën vesh atë natë që unë fitova bursën gjithmonë me sakrifica, ata u lumturuan edhe pas të sytë e tyre që kishin një kënaqësi, edhe se kishin problem që do përballeshin me fjalët e të tjerëve, të fisit tim. Edhe unë ndjeva një vajzë e rritur, një vajzë e lumtur, për të arritur atë që unë kisha menduar. Kjo ishte kënaqësi edhe për prindit. Dhe pas që nga njeriu dhe përshtatet mentalitetin nga e keqja, po kur ndodh kështu, më thyet të çdo mentalitet, sepse kjo është një arritje, nuk është ndonjë gjë që prindi nuk do lumturohesh në të ardhmen. Ndërkohë ju keni gjatë gjithë jetës tuaj, prandaj thash, jeni një grua dhe gjatë gjithë kohës duhet të luftonit e të ishit shumë e fortë edhe për të tjerët, pra për një pjesë të njerëzve dhe vajzave kryesisht të cilat duhet të përballin në realitetin e tyre në komunitetin në Rom. Por edhe fakti që ju keni qenë një aktiviste shumë e zonja, mendoj që ja keni dalë në këtë aspekt. Është e vërtet kjo, unë jam krenare sot që kam nxjerr disa djemë dhe disa vajza në jetë që din të ndërtojnë në radhë të parë jetën e tyre, din të japin të tjerëve, din të ecin në jetë dhe kam shumë shembuj vajzash edhe djemës që thonë ne duhet të ecim në jetë se kemi një mësuese që vërtet i jep shembullin